vazhdim dhe për të folur për këtë temë kanë krahasim që me mua në studio është Refki Murina, ish nën kolonel. Zotëri Murina, krahasimet pas në studio si gjithmonë. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Ashtu përmes një lidhje të drejtë për drejtë me Viber kemi edhe Armend Halimin, ekspert i sigurisë dhe kriminalistikës. Zotëri Halimi, përshëndetje. Shëndetje, faleminderit. Atëherë, zotëri Murina, do e filloja me ju. Statistikat që flasin për ulje të vrasjeve, është ky rezultat, mund të themi, i policisë së Kosovës, apo mund ta quajmë një rastësi statistikore, si e vlerësoni? Po, unë mendoj se hera parë që biseduhet për një rezultat të tillë, sidomos të vrasjet të vepra penale që hyn në kapitullin e vepra penale kundër jetës së trupit, në ndër veprat më të rënda penale që parashë kodi penal, dhe unë mendoj se edhe përkundër kësaj do të thotë zbritje në janar korrekt 2026-2025 krahasimet e saj janë të mirëseardhura, edhe përkundër asaj se nuk duhet të kënaqemi me këtë, për arsye se vetëm edhe një vrasje të ndodh në Kosovë është e tepërt. Prandaj jeta e qytetarëve është në rend të parë, prandaj forma e veprimit, unë mendoj se patrullimet e vazhdueshme në vendet më të rrezikuara ose ku dyshohet se personat e tillë mbajnë armë ilegale, pastaj informatat inteligjente të policore të cilat I paraprin masa operative dhe bashkëpunimi me qytetarët, gjitha këto janë ato hapat konkrete të cilat policia së bashku me institucione të tjera të sigurisë ndërmarrin në mënyrë që të minimizohen vepra penale e vrasjes. Mirë po nëse shihen statistika të tjera të vepra penale, për arsye se përpos vrasjes si vepër më rënd penale kemi edhe vepra të tjera penale të cilat kanë një herë dominuajnë në territorin e Kosovës, si për shembull vjedhje rënd, vjedhje grabitçare, pastaj kanosjet, dhuna në familje, gjitha këto, do të thotë nëse shiqohen në tërësi, do të thotë këto 6 muaj të parë të vitit 2026 me 2025 kemi dikun në nuancat ngritjes disa veprave të tilla, shka institucionet e sigurisë, hetimet e tjera do të shiqojnë mundësinë ose modusin se si të vepruhet, do të thotë mënyra e veprimit, mënyrë që të minimizohen të vepra penale. Prandaj unë mendoj se ndërlidhja e tërësishme të fillu prej familjes, shkollës, pastaj policisë, në koordinim me prokurorinë, me gjykatat e tjera janë faktorë të qendror që në një mënyrë ose tjetër ndikojnë që të minimizohen këto raste të vepra penale, por duke lidh edhe me qytetarët, me shoqërinë civile e tjera, ku një bashkëpunim I tillë I ndërsjell, për arsye se çështjet e vepra penale, luftimi I tyre nuk është vetëm çështje e policisë ose prokurisë, por e gjithë shoqërisë sonë, edhe në një mënyrë ose tjetër gjithë duhet të angazhohemi që të kem minimizim të këtyre veprave penale. Atëherë, zotëri Halimi, këto të dhëna si I lexoni pra për rënje të numrit të vrasjeve, është një trend afatgjat apo është mund të themi akoma herët për të nxjerrë përfundime të tilla? Po, kjo dukuri do një trajtim sigurisht më gjerë dhe më trajtu dhe dukurit, po menoj faktorët dhe shkaqet më thellësisht, megjithatë po mundohem shkurtimisht për aq sa më lejon mundësia se jam në rol punës tash. E thash shumë mirë se jemi në periudhën e parë të vitit, na gëzon fakti që në krahasim me vitin paraprak ka shënuar rënje kjo dukuri. Megjithatë zakonisht vlerësimet bëhen fund vit. Çka s'duhet harrojmë është se përkundër faktit se si vrasje janë shënuar numër më I vogël, megjithatë ngatërresa me potencial të përfundimit në fatalitet nuk janë si ka rënë. Konfliktet vazhdojnë të jenë mes qytetarëve në nivel të lartë, apo edhe ngatërresat familjare. Një prej krimeve që është në ngritje, vepra penale në fakt, është edhe ajo pra dhuna në familje. Nëse I shikojmë shkaktarët dhe apo faktorët e ndryshëm, secili vend sigurisht I ka ato karakteristikat e veta. Kosova gjendet në mesin e vendeve të rajonit për nga numri, pra në krahasim me disa qëndron më mirë, në disa qëndron më keq. Megjithatë edhe pse rajoni ka disa karakteristika të përbashkëta, nëse synojmë të nxjerrim përfundimet pse dukuria e vrasjeve është në nivel shqetësues përkundër faktit, pra që
raportohet si ka rënje, ne mund të aludojmë në disa prej faktorëve. Një prej tyre nëse shohim mjetet me cilat realizohet dhuna kundër jetës dhe trupit është arma, pra vazhdon të mbetet si dukuria mbajtja në nivel shqetësues, pra numri madh i armëve jashtë kontrollit institucional. Pastaj një sistem, për mos me thënë i dështuar, i drejtësisë, i cili nuk arrin t'i trajtoj me kohë çështjet kontekste të ndryshme të cilat qytetarët janë adresuar gjykata, për çka rezulton pastaj që qytetarët të humbin durimin dhe të marrin gjyqësinë në dorë, çështjet t'i zgjidhin vetë. Pastaj edhe efektiviteti i institucioneve post-krim, sikurse është policia, sepse policia sigurisht aktivizohet pas çdo krimi, megjithatë roli i saj është edhe parandalues, çka do duhet t'i vrej me kohë tendencat e çdo forme të krimit, në këtë rast edhe të kriminalitetit të vrasja, pra duke qenë realisht e zbatueshme policia komunitetit apo bashkësisë, do t'ishte më afër çdo shqetësimi qytetar dhe me kohë do t'i vrejnë tendencat e tilla duke arritur i parandalojnë në kohë. Megjithatë, reagimi i policor, për dallim prej viteve paraprake që ka qenë një prej mangësive që është vlerësuar nga qytetarët, ka arritur përparim, por që në hallkën e trajtimit të problemeve çalojnë te prokuroria dhe përfundon, siç e them gjithherë, shumë keq te gjykatë. Zotëri Alimi, e di që jeni në orar të punës, më lejoni të bëj vetëm një pyetje të fundit. A mendoni që ka ndryshuar nga ajo, domethënë, përvoja juaj, mendoni që ka ndryshuar mënyra se si kryen krimet në vendin tonë krahasuar, po themi, para 10 viteve? Jo, realisht dukuria e vrasjeve edhe para luftës mes nesh, për arsye të ndryshme, edhe me njerë pas luftës, mos harrojmë deri në vitin 2006, Kosova ka shënuar numrin më të madh të vrasjeve në krahasim me banorët, në krahasim me 12 vendet të Evropës. Ka arritur përmirësohet pas shpalljes pavarësisë për të shënuar pastaj batica të ndryshme, pra çka e bën këtë dukuri dhe kriminalitetin përgjithsisht të jetë më spikatër, është se fal mediave dhe tash mënyrës teknologjike të raportimit vëhen më në pa këto, sepse nuk është që Kosova po përjeton diçka më keq se që ka qenë. Pra në mënyrë të vazhdueshme, kronologjike kam përcjell këto shqetësime vendit tonë. Zotëri Alimi, faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë dhe të gjitha informacionet. Ju përshëndes. Faleminderit shumë. Në kaq zotëri Morima vazhdimisht përmendet pra çështja e armëve pa leje në vendin tonë. Kemi parë aksione të ndryshme të policisë së Kosovës për konfiskimin e armëve pa leje, por kemi të bëjmë pra me mbajtjen e armëve. Patëm vetëm lajmin e fundit ku lexuam në portalin Tukagjini, ku sulmohen edhe policia, gjendet armë të ftohta, domethënë vazhdojmë kemi posedim të armëve. Po, fatkeqësisht do të thotë në duart të qytetarëve ekziston një numër i madh i armëve ilegale, nga lufta do pas lufte, do të thotë, dhe në një mënyrë ose tjetër përdoren në vend e pa vend. Dhe në situatat e tilla do të thotë policia duhet të patrullojë vazhdimisht në lokalet të natës, pastaj në vendet ku dyshohet se barten armë ilegale. Gjithashtu duhet të ketë kontakte të vazhdueshme me qytetarët, sidomos policitë e lagjës, të kontaktojnë vazhdimisht me qytetarët në mënyrë që të kemi informata paraprake, por njëkohësisht edhe inteligjenca policore duhet të sjellë sa më shumë informacione në lidhje me këto vende ilegale ku mund të përdoren armë të zjarrit. Gjithashtu edhe këto informacione që jepen policia të bëj plane operative në mënyrë që në rajonet të ndryshme të veprohet dhe të kapen edhe të konfiskohen armët ilegale. Gjithashtu duhet patur kujdes dhe në një mënyrë që tjetër të forcohet kufiri edhe në pjesën veriore, po në pjesë tjera të kufirit të Kosovës, në mënyrë që për arsye se armët shpeshherë janë kontrabandohen nga kontrabandustë të ndryshëm për qëllime të caktuara dhe ne kemi konfiskime të vazhdueshme nga policia edhe të armëve edhe të
municionit, sidomos pjesën veriore gati çdo javë në vendet e pabanuara kemi armë, municion që gjendet dhe e tjera, edhe disa nga këto armë kanë mbet më herët, disa do të thotë mund edhe të dëpërtojnë për arsye se kufi plotësisht absolut të mbikëqyrë nuk ka kërkon botë, prandaj mund të dëpërtojnë në këto pjesë ku grupet e ndryshme kriminale munden të shfrytëzojnë ato armë për qëllime terroriste ose qëllime të caktuara në pjesën veriore, po në pjesë tjera. Prandaj patrullimet e vazhdueshme edhe informatat inteligjente janë të rëndësishme për policinë e Kosovës, në mënyrë që çdo pjesë në rajonet e Kosovës të kontrollohet, të mbastisen dhe armët e tilla ilegale do të konfiskohen dhe ndaj personave të tillë ndërmerren masa konkrete. Gjithashtu është mirë që në kuadrin e Ministrisë Punëve të Brendshme dhe policisë të hapen veprime konkrete në mënyrë që të joshën që qytetarët e cilët të bartin armë ilegale të i dorëzojnë ato dhe joshjet e tilla mund të bëhen në mënyra të ndryshme varësisht se si përcaktuar nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia. Kemi pas rastet e tilla edhe më herët do të thotë ku janë joshë qytetarë që i dorëzojnë ato armë ose t'i kthejnë nga armët ilegale në legale, do të thotë të dihen pronarët e atyre armëve. Edhe duhet patur kujdes për arsye se sidomos në kohët tilla të verës, do të thotë temperaturat e larta e tjera, shpeshherë mund ndodhin që ngritet e tensionet ndryshme, edhe posedimi i armëve të tilla mund të vijë ose ethika ose armëve të ftohta, mund të vijë dhe lehtë përdorimi i tyre dhe të vrasjet e ndryshme të cilat ndodhin. Prandaj është mirë që të bashkëpunohet në mënyrë të tërësishëm familje, shkolla, polici, prokurori dhe gjykata, por edhe shoqëria civile, do të thotë koordinohet puna në mënyrë që të minimizohen jo të vrasjet si vepër më penale, po edhe vjedhjet, për arsye se tani kemi shtim të numrit në disa rajone të vjedhjeve në shtëpia, sidomos në shtëpiat e bashkat qytetarëve tanë të cilët janë jashtë vendit e tjera, të cilët vinë në pushime e tjera, shpeshherë ndodhet që kur shkojnë dikun mysafirë e tjera të ju vidhet shtëpia të thehet e tjera merren pasuria atyre e tjera, prandaj duhet ketë kujdes në gjitha këto raste, si kujdesi i shtuar i qytetarëve me vendosjen e kamerave, me lajmërimin e policisë, me koordinimin e punës me policinë, me thirrjen e 192-shit, që është vazhdimisht në çdo rajon të Kosovës në dispozicion policia e Kosovës, në mënyrë që të veprojë e tjera, prandaj nuk duhet hezitohet të bashkëpunohet me policinë e Kosovës në të gjitha rastet kur dyshohet se disa persona të dyshuar bartin armë ose kanë si qëllime të caktuara ose drogë ose forma të ndryshme të aktiviteteve kriminale. Meqense jemi tek vjedhjet, kemi pasur pra dhe raportime dhe dim zakonisht në sezonin e verës kemi më shumë raste të tilla. Vjedhjet janë edhe rrezik edhe për familjarët, sepse mund të kemi ndeshje me personat të cilët tentojnë të vjedhin shtëpinë, konflikt, mund të përfundojë me ndonjë lëndim, me ndonjë vrasje. Nëse një qytetar pra është prej e një vjedhje, qoftë nëse gjendet brenda shtëpisë, qoftë pasi që vjen në shtëpi dhe sheh që është vjedhur shtëpia e tij, si duhet fakt të veprojë, ndoshta disa këshilla bazë në mënyrë që të mos rrezikojë veten, unë vetëm çdo lagje, unë mendoj se duhet bashkëpunoj mes veti. Banorët asaj lagje duhet bashkëpunojnë. Për arsye se nëse pranë një shtëpie që është ataki i vjedhjeve, shihet nga persona të tjerë përballë që banojnë aty, ata mënyrë duhet ta lajmërojnë policinë e Kosovës, ta ljoftojnë rrugën e tjera dhe në mënyrë që sa më shpejt ata të vinë në vendin e ngjarjes, në mënyrë që kryes të vepra penale të gjojnë në kryerësi për të veprës. Ndodh raste të tilla që kemi pasur që edhe janë lënduar mes veti pronari me kryes të vepra penale të vjedhjes e tjera, prandaj është një afrim, një afërsi sa më e madhe e qytetarëve të lagjes, të qytetit e tjera, edhe të lajmërimit të rastet të tilla. Për shembull, na ka bërë shprehi se çdo rast që ndodh, edhe në rrymë, edhe në ujë e tjera, menera lajmërojmë policinë, edhe pse nuk është për drejt detyrë e tyre, por lajmërojmë policinë në mënyrë që ata pastaj mund të lidh me ujësjellës, me rrymë, me tjera, prandaj edhe çdo veprim tjetër që ndërmerret do të thotë qytetarët e Kosovës në rand të parë e thirrën institucionet e sigurisë, policinë. Prandaj unë mendoj se institucionet tjera
dhe institucione tjera dhe organizata tjera si ujësillësi, pastaj rryma e tjera duhet të jenë ma vigjilent, duhet sa më shpejt të dolën në vendin e ngjarjes, rrugët të cilat janë pa ndriçuar, kanë drita po nuk shohen dritat të ndriçohen për arsye se ato shpeshherë janë prej e hajnave, kryqëzve të ndryshme të vepra penale. Prandaj në mënyra i ndihmohet atyre. Prandaj duhet në përlagje të shiqohen dritat a funksionojnë, nëse janë të ngjitura si funksionojnë ato, pastaj kamerat a funksionojnë, dhe lidhja atyre mes veti me lagjen e tjera, pastaj me policin e lagjes, edhe gjitha këto do të thotë në mënyrë si tjetër bëjnë që të minimizohen edhe vjedhjet. Edhe pse kemi, do të thotë, këto duhet të analizohen nga hetuesit, të analizohen nga ekspertët e kësaj lamie, në mënyrë që sa më pak të kemi vjedhjet e tilla nëpër shtëpia, për arsye se shqetësohen qytetarët, pastaj është aspekti material i tyre, dillen gjasende, para, po nëse kthehemi në shtëpi për shembull dhe shohim që shtëpia është vjedhur, nuk është në agjendjen që e kemi lënë, çfarë duhet të veprojmë në fakt që mos të dëmtojmë edhe provat? Kjo është shumë e rëndësishme që pastaj të hetohet rasti. Në momentin kur shkojmë në shtëpi dhe hasim, do thonë derë të hapur, e shohim se mobiljet janë krejt të demoluara, e tjera nuk duhet të prek asgjë me dorë, për arsye se shpesh edhe pse kryqëzat e vepra penale përdorin dorza, përdorin pastaj forma të ndryshme edhe për kputuc, në mënyrë që mos me la gjurmat, por ne nuk duhet të prekim asgjë me dorë, ashtu siç është shtëpia ose banesa, duhet më njëherë të thirrim policinë, të rrim pranë derës dhe të vinë policia, krimtenika e tjera, të marrin gjurmat në vendin e ngjarjes, fotografimi i gjurmave në vendin e ngjarjes, pastaj të pyetët pronari i shtëpisë, a dyshon e dikan në personat e dyshuar e tjera, edhe në gjitha këto të shiqohen kamerat nëse ka pas kamera, në kohën e caktuar, lëvizja atyre për arsye se ata vinë shumë të raste të maskuar, vinë me dorza dhe në forma ndryshme në mënyrë që mos me lanë gjurma në vendin e ngjarjes. Prandaj dikon 50% pronari i shtëpisë ose banesës ndihmon krimtenikën, ndihmon policinë në zbardhjen e rasteve nëse ai nuk prek me dorë. Do thotë në vendin e ngjarjes nuk bën me prek asgjë me dorë ose të lëvizet në vendin e ngjarjes për arsye se dëmton gjurmat të cilat kanë mbetur në banesë ose në shtëpi e tjera, prandaj duhet ketë kujdes. Në gjitha këto raste duhet lajmërohet policia dhe të pritet derisa të vinë ata dhe pastaj të hyjet me ta zbashku, duke i fotografu çdo dhomë, çdo gjurmë që ka mbetur në vendin e ngjarjes e tjera. Prandaj në rastet e tilla kemi pasur suksese të falendëruar dhe kamerave, të cilat edhe përkundër asaj që kanë qenë të maskuar me tjera, mirë po kamerat të paraqesin për arsye edhe lëvizjen e kryqëzve të vepra penale, për arsye se asnjëri në botë lëvizjet nuk i ka të njëjta, pastaj mënyra e kryerjes së veprimeve asnjë në botë nuk është e njëjtë, secili ka specifikat e veta. Prandaj nëse kemi të bëjmë me persona recidivistë të cilët më parë kanë qenë të njohur për këtë, duhet të shiqohet se cili prej këtyre persona recidivistë i ka këto karakteristika të cilat nga kamera kanë shumë më vërejt, dhe në këtë mënyrë do të thotë hap pas hapi do të thotë mund të vijë deri te zbulimi i kryqëzve të ndryshëm të vepra penale. Gjithashtu duhet pasur kujdes të përcillen edhe personat të cilët kanë qenë ose janë recidivistë të vjedhjeve ose grabitjeve ose vjedhje gabiçare ose të vepra të ndryshme kriminale, krimi të organizuar, përcillen personat e tillë, me kanë po shoqërohen, me kanë rrinë, çfarë forme e veprimit të tyre është, për arsye se ata në një mënyrë ose tjetër prapë mundohen që të kryejnë veprime të tilla, edhe pse përkundër asaj që ndoshta ka vujt dënimin, është i liruar me tjera, por prapë se prapë ai mund të kthehet për arsye se nuk është bërë risocializimi i tij sa duhet në shoqërinë tonë dhe ai prapë mund të kthehet edhe kryen veprat e tilla penale. Kur jemi tek policia, zotëria Monia, ju keni qenë edhe pjesëtari i policisë së Kosovës, si vlerësoni sa janë kapacitetet e mjaftueshme hetimore të policisë së Kosovës për zbardhjen e rasteve komplekse, jo vetëm vjedhjeve, por edhe krimeve të rënda? Po, unë mendoj se Departamenti për Krime Tron apo dhe stacionet policore që kanë hetimet kuadër stacionit kanë policë shumë profesional, edhe në aspektin e kriminalistikës, balistikës, po edhe gjurma marrjes me ngjarjes e tjera, të cilat nëse punohet me ngulm, nëse punohet me veprime çfarë duhet punohet, me metoda çfarë ata i kanë mësuar, edhe këtu edhe jashtë vendit, unë mendoj se shumë mund të vijë deri te zbardhja e rasteve të tilla, edhe ndërlidhja ose koordinimi i kryqëzve të ndryshëm të vepra penale, për arsye se të rastet të tilla të vepra penale, ata paraprakisht para se me kry vjedhjen ose veprën penale i përcjellin
personin, i përcjellin objektin dhe në momentet e caktuara e gjejnë momentin e duhur kur ata nuk janë aty, kur edhe koishit të afërt nuk janë aty që mund ta vrejnë e tjera, prandaj e gjejnë momentin më të duhur. Prandaj policia e Kosovës ka aftësi edhe profesionale, edhe teknike, teknologjike që të ndërmerr veprimet e tilla. Me ndërmarrjen e veprimeve të tilla, me zbardhjen e rasteve të tilla, policia ngrit imazhin e vet, do të thotë si polici profesionale dhe ngrit besimin të qytetarët. Prandaj duhet të veprohet. Unë edhe tu në nivel rajonal të krimeve të rënda, po edhe tu të stacioneve, me zbulimet e tyre, ata e ngrisin imazhin e policisë edhe e ngrisin besimin të qytetarëve. Prandaj duhet punohet, profesionalizmin e tyre duhet ta shkrinë në atë që kanë mësuar, edhe në aspektin teorik, po edhe në aspektin praktik. Tani edhe nëse do të bëjmë ndoshta edhe një analizim të mënyrës se si kryhen vrasjet edhe profileve të autorëve të krimit, mund të themi që ndër vite kanë ndryshuar këto profile, janë të njëjta, si vlerësoni? Po, zakonisht vrasjet mund të ndodhin. Çdo vrasje i paraprin, do të thotë nuk është vrasja që ndodh ad hoc. Shumë pak ka raste të tilla që ad hoc aty për aty me personin më njëherë duhet me nxjerr armën e me vrap. Po paraprakisht i paraprin gjanat e caktuara, për shembull, kontestet pronësore juridike. Nëse gjykatat nuk janë efikase, nuk i zgjedhin për kontestet pronësore juridike, zgjasin me 5 deri në 10 vite, humbin durimin qytetarët. Dhe në këtë mënyrë ata mundohen pastaj thonë po pe gjykatës pe shtetit po ka kur gjë, atëherë duhen vetëm zgjedhjet çështjet. Prandaj efikasiteti i gjyqësorit, efikasiteti i prokurorisë, efikasiteti i policisë, po edhe ndërlidhja që thash më parë e familjes, shkollës, policisë, prokurorisë, gjykatave janë faktorë të cilët bëjnë që të minimizohen këto raste të vepra penale. Tani për shembull kemi raste siç e lexuat edhe ju pak më parë, edhe sulm ndaj zyrtarit policor. Kjo sulmi ndaj zyrtarit policor nuk është sulm ndaj individit, po është sulm ndaj ligjit, ndaj Kushtetutës së Republikës Kosovës, për arsye se polici mbron kushtosmërinë dhe ligjshmërinë e vendit. Prandaj sulmi ndaj një zyrtari policor do të thotë sulm ndaj individit, po do të thotë sulm ndaj sistemit kushtetues. Prandaj edhe sistemi prokurorial, po edhe gjyqësor duhet të ndërmerrin masa konkrete, të hetohet rasti, duhet të analizohet rasti, por jo të lejohen personat e tillë të cilët në mënyrë ose tjetër quajnë dorë ndaj zyrtarit policor, quajnë dorë ndaj uniformës, për arsye se është uniformë e shtetit, edhe për atë uniformë, edhe të policisë, të ushtrisë, është derë gjak që të kemë këtë polici, këtë ushtri, prandaj edhe institucionet tona duhen të jenë më tash prandaj individëve të tillë. Për arsye se nuk po cenohet individi, po cenohet institucioni shtetëror që mbron ligjin edhe kushtosmërinë në vendin tonë. Patjetër. Ndërkohë sa i përket sigurisë në vend, zotëri Morina, përmendëm edhe më parë çështjen e kamerave, sa e rëndësishme është për identifikimin e personave të cilët kryejnë pra krimin edhe si mjet prove për të për të hapur pista ndoshta edhe të reja të hetimit. Në vendin tonë kemi edhe kamera publike, por mendoni që duhet kemi një shtim të tyre, siç ka ndodhur edhe siç e praktikojnë pak edhe shumë vende evropiane? Shumë raste, për arsye unë kam punuar edhe si shef i krimeve të rënda, përgjegjës për krimet të rënda, nivel rajonal, dhe shumë raste të zbulimeve të vrasjeve janë bërë nga kamerat. Dhe kamerat kanë qenë baza fillestare e zbulimit të personave, bisedimeve, pastaj shkumja në një pjesë ku ka qenë viktimen dhe me një plumb pas shpinën do të thotë ka vrarë krysin dhe pas saj, pastaj është detyruar që nëpërmes 10 bardha atje kalon në Serbi dhe del në Gjermani. Po në ty falendru kamerave dhe inqezimeve tërësishme do të thotë është spulu edhe kryesi i veprës penale, mënyra kryesë e veprës penale dhe nga prokuroria, po edhe nga gjykata është kërkuar pastaj ekstradimi i personit i cili ka ikë në Gjermani, e ka kryer veprën në Kosovë dhe ka ikë atje. Prandaj shtimi i kamerave është i mirëseardhur në çdo pumpë benzinës, në çdo shtëpi, në çdo lokalitet, në çdo vendet ku janë të rrezikuar qytetarët nga format të ndryshme të krimit të organizuar, lëvizje të ndryshme, me drogë, me format e krimit të organizuar,
mund të jenë trafikimi qenë njerëzore, mund të jenë format ndryshme të organizimit. Prandaj shtimi i kamerave në një mënyrë ose tjetër ndihmon policisë në zbardhjen e rasteve. Edhe përkundër asaj, se edhe pse ka kamera, na duhet të kemi argumente, prova të mjaftueshme nga vendi i ngjarjes, të cilat gjykatën e bën me bindje se ajo është kryes i veprës penale në bazë të fakteve dhe provave. Vetëm kamera nuk është e mjaftueshme, vetëm telefonata nuk është e mjaftueshme, por duhet të argumentohet me prova, fakte nga vendi i ngjarjes, për shembull gjaku, gjurmat e gishtrinjeve, këpucëve, pastaj gjurma të tjera të pshtymës, edhe gjurma të tjera biologjike të cilat në mënyrë se tjetër mund të analizohen edhe në aspektin biologjik ose nga balistika, nëse është për armë. Gjitha këto janë ato fakte, prova të cilat duhet të argumentohen, pastaj edhe në gjykata të vendos për kryesjen e mundshëm të ndonjë vepre penale. Zotëri Morini, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për kohën dhe gjitha këto informacione të cilat ndahet me shikuesit tanë. Faleminderit për ju shpërftesë.